Amnistia hynore në natën e Kadrit. Vëllezër besimtar, është çudi që gjërave në këtë botë, sa herë që u vjen fundi, u harxhohen të mirat dhe dobit, kurse Ramazani është ndryshe, sepse sa herë i vjen fundi, i shtohet edhe më shumë blera dhe begatia. Ne ndodhemi në 10 ditën e fundit të Ramazanit, në këto net që janë më ndryshe se ato që kaluam, për shkak të një nate shumë të veçantë, sekreti së cilës është falja e Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ai që fal namazin e natës në natën e Kadrit me besim dhe shpresë për shpërblimin nga Allahu, i falen të gjitha gjunahet që ka bërë. Një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmendi një njeri nga bijtë e hebrejve, i cili kishte bërë ibadet natën dhe kishte luftuar ditën pa ndërprerje për 80 vite. Të pranishmit u habitën nga kjo ndodhi dhe Allahu zbriti surën Kadr. Ne e kemi zbritur Kuranin në natën e Kadrit. E kush mund ta shpjegoj ty se ç'është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Engjëjt dhe shpirti, Xhibrili, me lejen e Zotit të tyre, zbresin në këtë natë me të gjitha vendimet. Paqja është ajo deri në ditën e agimit. Pse Allahu e solli natën e Kadrit? Vëllezër të nderuar, a nuk kemi ne ajo krijesa gabimtare që gjatë tërë vitit rrotullohemi në mëkate? Dikush haptazi e dikush fshehurazi, dikush më shumë e dikush më pak. Por jemi një krijesë që bëjmë gabime. A nuk kemi ne ata të cilët e ngarkojmë veten me gjunahe dhe e fusim shpirtin ton në burgun e errët si rezultati gabimeve tona, dhe më pas nuk mund të jetojmë të lumtur dhe në reati? Pikrisht për këtë arsye, shtrohet nevoja e pastrimit, e lirimit dhe shprangosjes nga ngulfatja e mëkateve dhe gabimeve tona të panumërta. Këtë pastrim, Zoti e sjell për ne. Begatit e kësaj nate janë të mëdha, por a jemi të gatshëm t'i shfrytëzojmë? Të nderuar besimtar, paramendoni sikur të jeni në burgjet e kësaj dynjaje, mes mureve të errta, ku nuk e shihni dritën e diellit me sy, larg familjes dhe shoqërisë, duke mos e gëzuar atë që quhet liri. A nuk do të kishit të ndëruar që t'ju vinte lajmi se jeni futur në listën e të amnistuarve, se për pak ditë do të dilni nga burgu, sa do të gëzoheshit? Pasha Allahun vëllezër, burgu në të cilin na fusin mëkatet tona, burgu i shpirtit, është më i rëndë se ai i trupit. Shumë njerëz i shohim duke jetuar të lirë, por shpirtrat e tyre janë në burgje. A nuk dëshirojmë që Zoti të na fusë në listën e të amnistuarve në këtë natë të bekuar, që të na lirojë një herë përgjithmonë nga zjarri i xhehenemit? I dërguari i Allahut të na përgëzon duke thënë: ai që agjeron në Ramazanin, duke i njohur kufijtë e tij dhe duke u ruajtur prej atyre gjërave që duhet të ruhet, arrin faljen e mëkateve që ka bërë më parë. Ibn Mesudi thoshte: cili prej nesh është i pranuar që ta përgëzojmë, e cili prej nesh është i privuar që ta ngushëllojmë? Urime për ty që je i pranuar, ndërsa ti që je privuar, Allahu të ndihmoft në fatkeqësinë që të ka rënë. Aisha i tha të dërguarit sallallahu alaihi wasallam: çfarë duhet të them nëse arrin natën e Kadrit? Ai tha: o Allah, ti je falës dhe e do faljen, prandaj më fal. Emri falës është njëri prej emrave të Allahut dhe ka kuptimin ai që fal mëkatet e robërve të tij dhe shlyen gjurmët e tyre. Allahu e do faljen dhe dëshiron t'i falë robrit e vet. Po ashtu, ai dëshiron që robrit e tij ta falin njëri tjetrin, dhe kur ata e falin njëri tjetrin, ai i fal ata. Për të, falja është më e dashur se ndëshkimi. Allahu i madhëruar thot: andaj ikni prej dënimit drejt shpërblimit të Allahut, se unë vërtet që jam dërguar te ju prej tij si paralajmërues i qartë. Surja Dhariyat 50. Allahu i lartësuar gjithashtu thot: nxitoni drejt faljes së gjunaheve nga Zoti juaj dhe xhenetit, hapësira e të cilit është sa qiejt e toka dhe që është përgatitur për të devotshmit. Surja Ali Imran 133. O Allah, o Zoti ynë që je në qiell, ne, robrit e tu, të varfër, karshi madhërisë tënde të lutemi, falna në këtë ditë të bekuar. Dhurona nga begatitë e tua, dhurona paqe dhe harmoni në familjet tona. O Zot, na bashko, mos na lejo të na prini ignorantët. Zoti ynë,
jepja hajrin dhe të mbarën kësaj shoqërie dhe këtij vendi. Pali prindrit tanë të gjallë dhe të vdekur, udhëzona rinin dhe drejtona parin. O Allah, ti e falës dhe e do faljen, prandaj na fal ne.